A ka mëkat ai që thot me hek mekën? A ka mëkat ai që thot me hek mjekrën? Do thot s'pari herë kush na ka thonë neve që duhet mi lshu mjekrat? Na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ky çka po thoj ka me hek mjekrën, a është më i mëshëm se Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Nuk është më i mëshëm. Prandaj ky fe është e zbritur që ka thonë Allahu dhe pejgamberi, këto janë dy baza. Dhe Allah na ka urdhëruar neve dhe na ka thonë wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Bashkëpunoni në punë të mira dhe mos bashkëpunoni në armiqësi dhe në urrëtie. E jona është mi thirr njerëzit në fenë e Allahut dhe mi largu nga veprat e këqija. E një njerëz ka pitoj ka dikujt na heke mjekrën, ai çka koka argati kujt na koka i Resulullahit apo i shejtanit, ai njeri është argati i shejtanit. Prandaj, se me lshu mjekrën është porosi dhe na ka thonë pejgamberi sa më shkurtoni mjekrat dhe zgjatni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. Pse? Se kjo është fitret natyrshmëri e burrave që Allah i ka kriju burrat me mjekër, si ka kriju gratë. E prandaj, a ka pas pejgamber pa mjekër, sahabi pa mjekër? Në rregull. Nëse ti nuk e ke lshu, Allah i të dhëzoft, inshallah ta mundson. Por mos thirr me një send çka të ka thirr pejgamberi ti më ndalu ata. Se ti pastaj del kundërshtar, sidomos një musliman, i cili e bën këtë vepër, është gabim shumë i madh, edhe ai nuk e njeh as fen, as Allahun, as pejgamberin. Prandaj, porosia me lshu mjekrën dhe me shkurtu mustaqet është një porosi hynore nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe është cilësi sunet i këtë pejgamberëve dhe është obligim për çdo musliman i cili është, do të thotë, musliman duhet me praktiku këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.